Do shkojmë në këtë çast me një deklaratë për media të Belin Golliçit nga Selia Blu. Që drejtohet nga Dibrani Altin Dumani, të mos qëndrojë indiferent përballë platformës 184 fraksion 2 që po tentohet të implementohet në qarkun Dibër. Nëse Altin Dumani nuk e di se cili ka qenë fati i dosjes 184, e sigurojmë se pas edhe një diskutim do ta mësoj se cili do të jetë fati i dosjes 184 fraksion 2 që po tentohet implementohet në Dibër dhe në mbar veriun e vendit. Struktura e patronazhistëve në Dibër nuk po i ndal presionet dhe kërcënimet ndaj administratës duke u kërkuar të sigurojnë vota si dhe po u bëhet presion familjarëve të tyre për diasporën. Task Forca e SPAK duhet të japë shpjegime urgjentisht se ku janë me hetimet e krimit zgjedhor në qarkun Dibër, një zonë me risk të lartë për krim elektoral. I bëj thirrje SPAK të hetoj aferat me pronat publike që Festa Mjeshtri, kryetarja në dorën e këtyre kriminalëve dhe banditëve, i ka dhënë si shpërblim për mbështetjen kriminale zgjedhore në zgjedhjen e saj si kryetare. I bëjmë thirrje demokratëve të Dibrës të mos tremben e të mos intimidohen nga këta kriminal me uniform shteti, sepse përgjigjen do ta marrin në zbatim të ligjit, në raport të drejtë me aktet e rënda që po kryejnë. Këta kriminal elektoral po tentojnë të përgjakin Dibrën, por ne do t'i mbrojmë qytetarët e Dibrës nga këto banda. U bëj thirrje socialistëve të ndershëm të Dibrës të mos bëhen